Ngërçi politiki i nëntëshkurtit pa aftësia e Albin Kurtit për të gjetur ose mbajtur bashkëpunëtor politik, pezullimi i dialogut strategjik nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vendi nën sanksionet e Bashkimit Evropian dhe një performancë e dobët ekonomike kanë shtrirë ndikimin e tyre edhe në zgjedhjet lokale të 12 tetorit. 37.0.7% është pjesëmarrja në rang vendi në 38 komunat e Kosovës, duke shënuar kështu një ulje të interesimit të votuesve krahasimisht me zgjedhjet lokale të kaluara. Për Albin Kurtin, disfatat nuk kanë fund. Një nga investimet e tij më të mëdha në këtë garë, Mitrovica e Jugut, kalaja politike e vetëvendosjes, ndërtuar mbi kartën e nacionalizmit, ka rënë. Atje është Partia Demokratike e Kosovës në përparësi me zëvendësuesin e Bedri Hamzës, Arjan Tahiri, ndërsa vetëvendosja luftonte me Faton Pecin, ministër i bujqësisë në qeverinë Kurti II dhe një nga 4 deputetët më të votuar të kësaj partie në zgjedhjet e përgjithshme të nëntëshkurtit, ndërsa për kryeqytetin duket se destinacioni është balotazh mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe vetëvendosjes, duke nxjerrë jashtë loje kandidatin e Partisë Demokratike. Kosova i mbajti këto zgjedhje pa një qeveri qendrore. Lokalet ishin një provë gjenerale për zgjedhjet e ardhshme parlamentare të parakohshme, që pritet të mbahen deri në fund të vitit, nëse nuk shfrytëzohen afatet ligjore nga ana e Kurtit, tashmë me disa halle politike mbi supe. Por Kosovën nuk ka pushim para të shpenzuara për të kaluar vendin nga zgjedhjet në zgjedhje dhe asnjë rezultat të prekshëm për jetën e qytetarëve.